Miq të dashur, përshëndetje dhe mirë se erdhët në podcastin e radhës Dritë mbi mendjen. Sot në këtë podcast e kam nderin të ju prezantoj një grua që është një grua mjaft e suksesshme, me plot vetbesim dhe mjaft e fuqishme në shumë fusha të jetës së saj. Para se me zgjat shumë, thjesht dua ta mirëpres zonjën Marta Gjergjaj, për ndryshe do ta tregon vetë se kush është, nga vjen dhe me çka merret Marta Gjergjaj. Marta, mirë se erdhe. E kam kënaqësinë të kem sot ty këtu në podcastin tim dhe faleminderit shumë që vërtet e more kohën të jesh këtu. Prezente, mysafire e imja e podcastit Dritë mbi mendjen. Shumë faleminderit për ftesën, që kjo është edhe për mua një mundësi shumë e mirë për të tregu veten, edhe e kam marrë ftesën me shumë qef. Faleminderit. Më vjen mirë shumë se unë njoftum. Edhe mua kam ashtu. derën këtu të prezantoj pak më shumë për veten, për mendimet e mia. Shumë faleminderit. Marta, pra para se të filloj me temat ndryshme, edhe që ta dim pak se kush je në tërësi, na trego pak se kush je në të vërtet, nga vjen edhe me çka merresh. Unë jam Marta Gjergjaj, për ndryshe jam gruaja Arnold Gjergjajt. Ajo është profesional bokser këtu në Zvicër, dhe unë jetoj që 10 vite në Zvicër, jam rrit në Hungari, dhe tash që 5 vite merremi me bizneset ndryshme. Përpara kam pas edhe tash e kam, po e kam rënë pak si anash, online shopin tem, me tesha edhe kozmetik, edhe argjentari. Për ndryshe jam rrit në Hungari, në Hevis, edhe aty kam kry shkollat, dhe kam pas shumë fat, do më thonë krejt rrugtimi im që kam marrë me veti prej Hungarie, më ka shërby në gjitha mënyrat në çdo sektor të në Zvicër. Dhe ky ndoshta ka një farë mënyrë edhe fati im, se pata mundësi t'ja filloj dikun si kam mri këtu në Zvicër. Dhe pastaj kështu familja burit kishin biznese familjare, dhe aty ja kam fillu së pari, dhe tash i menaxhojmë disa tankështjella në Basel edhe në Baselland. Marta, ti e pra gruaja e Arnold Gjergjaj, bokserit mjaft të famshëm këtu në Zvicër, apo? Po. Na trego pak të lutem se si u njoftuat, ishte kjo arsyeja pse ti u lëvizën nga Hungaria erdhe në Zvicër, ishte pra shkaku i martesës me Arnoldin, apo si ndodhi? Po, këto njoftimi me Arnoldin ka ndodhur shumë rastësisht, dhe unë isha në atë fazën time kur s'do isha asgjë. Okej. Isha shumë rahat me vetvete. Isha në Hungari të udhëheq biznesin familjar me argjentari, edhe i kisha kry shkollën, edhe kisha shumë plane. Mendoj që se kam shumë ndorë jetën time dhe nuk më vyn diçka ndryshe. Okej. Kështu se kur pike Arnoldin jetën time, akon ajo pika kur thosha, çat baj, tash se bash në Zvicër du më shku. Aha. Edhe isha unë ajo cila kishte thonë gjithmonë se në Zvicër nuk shkoj. Kem shumë familjar këtu, janë mjaft suksesshëm që secili, por është shumë diferencë jetesa në Hungari edhe këtu në Zvicër.
Dhe kur njoftu me Arnoldin, në fillim unë nuk e kem familjarët përbashkët. Po. Ma kishë qudhë ftese, Facebook atëna. Edhe motra ish martu, e kam një motër binoke, isha në atë periudën pak ma sentimentale, dhe kisha hu pak pjesën teme se kisha gjithmonë afër vetit, dhe nuk isha përgatitme për një lidhje serioze në këtë mënyrë, edhe shoqja jeme ngushtë, Hungaria, kishë një aty në Facebook edhe ja kishë këty ftesën. Edhe kjo kështu ka ndodhë. Okej. Edhe kjo ja ka nisë të më shkru. Edhe une e këshyrësha aty, edhe pava se kishë shumë followers, tash s'është kë, atë të lu të bëha i bare vetëm edhe si kisha këthy njerë përgjithje. Atë më shkru ke. Ati se kishe kontaktu asë një herë me parë, s'kishe ndëgju asë një herë me parë. Normal, atë në këshyra. Po, sigurisht. S'pe kuptoj ka dul tash kë më shkru këtu në Hungari. Dhe nuk kem komuniku në telefon një mujtit, veç qëtu të shkru. Dhe atë një thash, okej, nëse donë me mjoftu, dush marrë një herë në Hungari. Dhe ka po, ka dalë qysh, thush, s'ka ndryshe, vetëm kështu. Edhe ka pas me buksu, edhe u ndodhe t'i shka, edhe e ka në anulluar boks, dhe një ditë për një ditë më tha jam të ardhë. Okej. Edhe unë kisha përgatit babën, baba më tha, është bokser, është sportist, është i sukses shumë, nashta nuk e ka serioze, mos e banë. Okej. Edhe unë e thësha, le t'vjen, nëse ka interes, le t'vjen. Dhe unë e kisha qitë babën për para, dhe më thonë, aje një hera u që ka pri kafe me babën, dhe atë në më ka po, jena po live, kështu, kemi si du. Dhe mandej që shka shkoj shumë shpejt. Shumë shpejt. Brena gjys vitit ndodhe këjesa, të në mas gjys vitit martesa, dhe e pa shpejtën këtu në Zvicër. Shumë mirë. Sa shpejt ndodhin gjonat, bashkë atëherë kur nuk i pret. Edhe mu më pëlqen shumë kjo pjesa që kur i tregojnë njerëzit historitë e tilla, sepse e di në fakt se si funksionon, se bashkë atëherë kur nuk i kërkon ato të shfaqen. E sa më shumë që i don, më shumë i largojmë. E më inspirove tash që the në atë kohë s'ke dasht asnjë gjë, s'ke qenë e gatshme për lidhje, edhe në atë kohë tu ka shfaq, domethënë Arnoldi. Prati ke lëviz nga Hungaria, erdhe në Zvicër, Arnoldi ishte mjaft i suksesshëm. Merre ai vetëm me boks në atë kohë, apo kishte veç biznese të ndryshme që i posedoni tani ju këtu? Po. Arnoldi ishte atë në pikën e tina kryesore të suksesit, edhe të karrierës e tina, kështu se unë me të vërtet pika mjaft me një jetes shumë të aktive, muj me thonë. Edhe e di kohën kur dikun mas 2 viteve kam realizu se wow, se seni ka ndodhë për 2 vjetë edhe gjithmonë çdo ditë, çdo vikend ne imi konë me një angazhim, dikun thirron, kysh i kisha tu angazhimet e veta, me sponsorat, non-stop po konë një jetë. A ka qenë kjo e vështirë për ty, sepse unë mendoj se në këtë pikë duhet ta kem një partner jashtëzakonisht që të përkrau. Unë sigurisht e di që ti e ke përkrau, sepse ju jeni bashkë po. Sa ka qenë e vështirë për ty kjo? Domethënë që Arnoldi ka qenë për takime, gjana, kështu. Është shumë interesant sepse Arnoldi nese kur kem rrinë në Zvicër, kem shku me hangër drejk edhe më ka thonë Marta, kështu është jeta. Unë kam trening 2 herë në ditë, ka 2 orë dhe 3 orë. Dhe më thonë, me ngjes del ke heret, me hangër drejk, me pushu, edhe në mramje shkoj kapet. Edhe ky kur nuk ishtë mramje, as në ngjes të shtëpia. Dhe në halë se fillimi është shumë, edhe ki ndoshta ato... Frika, dyshim. Se edhe unë kisha pik me një botë kek ndryshe, edhe maj me në nesrit isha qu, edhe kam dalë në balkon, edhe kam qurë thusha në gjatë të në shmajt, katja majt, është se ku jam. Kam qenë përpara në Zvicër, disa herë të familjartë, por unë vetë në atë mënyrë kisha jetesën ku t'ja nisi, edhe kam fatë se kam një burë, një bashkëshortë se dhe akon shumë transparent me mua edhe akon shumë i drejt për drejt, edhe më ka thonë, unë jam shumë i angazhum, ti ki drejtën e këtë botës me realizu vetën ashtu që ti donë. Donë me punu, hin puno, kem bizneset tona. Donë me vazhdu shkollën, s'ka problem.
bizneset do në diçka tonin me qelë dugajtarit edhe të shtu. Po. Ban e bojmë edhe ata. Vetëm zgjedhe ti edhe merru me veti se unë s'kam kohë. Okej. Kjo ka qenë një shkëmbim kështu. Po. Okej. Edhe aja aty unë kam motivu shumë për me gjajtë unë shumë shpejt veten, sepse e kuptova se ajo shumë i angazhumi, kisha ato planet e veta, ritmin e ditore vetin, dhe unë isha ajo, tash kisha 24 vite dhe thosha isha mësu vetëm mu kanë me një biznes edhe me funksionu gjithmonë, me pru mu kanë produktive dhe do isha gjithë qysh më janis sa ma shpejt. Dhe ja kam fillu të vllai Arnoldit, kështu filloj prapë se prapë mrina pet një biznes familjar, edhe kam shumë fatin sa im ka përkroj jashmase. Do më thonë, me të vërtet, gjatë viteve i na ba partner t'jashtëzakonshëm bashkë dhe kim lidh fuqit bashkë edhe kështu e përkrojmë njëri tjetrin, ajo ka një përkrojë shumë e madhe në rrugtimin e biznesit. Këtë pyetje deshta me ta bu ashtu kështu, sa është e rëndësishme kur partnerët e përkrojnë njëri tjetrin? Qa mendon? Pika kryesore, sidomos unë aty e realizova mrena ditëve se ku jam unë dhe ku është ky dhe ç'a duhet me dhënë unë dhe po prapë se prapë është edhe ajo balanca e dy partnerëve, cilët e realizojnë veten, dojnë me realizu veten, e kanë një vizion, edhe për mu vizioni i Arnoldit ish mjaft i motivus. E shisha se ky njeri ishte u luftu që 15 vite atë, 25 vite non-stop për një cilë tjetës. Edhe i thosha sa me fat je, se ton këto njerëz, çdo njeri ty të shtyn për me arriti një sukses tonin. Shumë pak njerëz kanë këtë fat. Po, sigurisht. E mu, fati tina, suksesi tina, unë ka bashkangjit, edhe jashtë mase, edhe si tash ajo konë shumë i drejtë, edhe më kështon pri fillimit se ka qep edhe unë mu konë po qash e realizu me njetë. Do më thonë pos suksesit vetë, ai ka pos dëshirë edhe ty me të po të sukses. Sepse ka gjithë shka natyrisht edhe kjo po pëlqen shumë. A ka pos ndonjëherë ndonjë moment që ka ardhur një xhelozizë, është shumë e natyrshme, është shumë e normale dhe unë thjesht po du me të pyet sepse këtu është një pikë ose një rajbung që thojnë zvicran që vjen drejt të dështimi i arritjeve të qëllimeve, edhe sa është e rëndësishme të besojmë njëri tjetrit, pra sepse me përkrah, do të thonë partnerin, është çdo herë kjo pjesa e xhelozisë. Ku nuk ka xhelozi, është përkrahje. A ka pas ndonjë moment që ke qenë ndoshta ti në krizë ose ai në krizë, edhe si e keni sqaruar këto? Në këtë aspekt jemi shumë me fat dytë. Unë mendoj se kur nuk lën hapësirë xhelozie, nuk ka që ndodh aty keq. Ajo xhelozia në farë mënyre, një pikë xhelozie, sado pak e vogël, kur ti një njeri e don tonin për veti, nuk e don ata kërkujna, po ne kemi pas, unë nuk jam xheloze. Unë e dojsha suksesin e tina dhe ma shumë si ai me kohën. Unë isha gjithmonë aty cila edhe ma shumë atë në dikure mora edhe social platformat të tina mi udhëheq dhe i shkryshin. Po dhe normal. Por mu s'ka farë problem se dish. Okej. Ai gjithat mi kishton munduar. Gjithat. Domethënë akon është një transparent jashtëzakonshëm midis nesh në gjitha mënyrat. Edhe tash në pushën e biznesit. Është shtylla e gjithë shkaje, sidomos në lidhjen martesore, kur dy t'i dim qëllimet tona tjetës, edhe ai në mënyrën e vet, e unë në mënyrën teme e përkrahim njëri tjetrin në drejtim. Do më thonë, kur nuk kam konë une ankesa e di shkahet për me mbylla, me anashkalu atina atë suksesi. Edhe tash aje ka lonë boksin, mirët me senet ndryshme, kemi edhe një shkollë, ku kemi edhe fëmijë me probleme familjare, me gjendje shumë të rëndë, edhe ato fëmijë ky i merr, ju jep coaching, ju jep training, ju gjon shkollën, kjo për mua është edhe njëherë ma shumë. Këta fëmijë shqiptar, shkolla shqiptare? Ka edhe shqiptar, këtu janë Jugendsocialamt Zvicër, Jugendschutz. Për më thonë ato dalin edhe pri burg, dalin edhe pri gjendje ndryshme shëndetësore, mentale, edhe kisha thonë atina, për mua është qaja ma bukra se djali jon
e sheni baba kaq Sigurisht po. suksesshëm, po dhe në një farë mënyre të arrit shumë jetë, edhe ti je ai cili është një role model për rinin tonë. Edhe ky të shkureshoj se ato kanë sukses me ta, kjo është edhe ma bukur. Si ma thonë, krejt suksesin e tina ky sot mundet në atë pjesë me minimu edhe mjafton në rrugën e mëtejshme. Padyshim. Kjo është për mu ndoshta cili i kësaj pune. Kjo është fati më i madh që mundet me pas njeriu, edhe unë kisha dashur me thonë këtu me shfrytëzuar rastin Arnoldit, që pas ka një gru fantastike. Sepse është vërtet unë nuk e quaj fat, po çështu është fat në shqip, kur e ke një partner që të kupton edhe të beson, kjo është bingo, është loto, domethënë është vërtet shumë bukur, kështu që një grua fantastike. Ti po tregon se ke mjaft vetbesim. E ke pas gjithmonë këtë vetbesim, apo e ke fitu me kohë edhe... Ndoshta më ka përgatit në gjitha mënyrat jeta, por çdo hap se e baj. Domethënë unë e di se sot diçka re, si sot se përjetoj me ty, të është i më folë diçka shumë mjaft intime për mu senet personale. Përgatit një farë mënyrë ditë për ditë jeta për diçka, çka ti që kin vizion tonin se ki me arrit aty. Unë këtu ku jam, se nuk është diçka, ka gra shumë sukseshme, ka gra cilat mu motivojnë ditë për ditë edhe më dhojnë shtyllë të heci përpara. Do më thonë, jam qash me fatë se kina shumë role model gra cilat neve na tregojnë se realizohet, arrihet çdo sen. Po. Me mundi, me sakrificë, kur e don të miren, edhe don me punu për ata. Po. Unë besoj se kjo është për mu gjoja ma kryesore, kur unë muj me dhonë diçka pri vetit, nëse vetëm një njeri muj me ndimu me realizu veten, me po mundësin të vetja për me ndryshu diçka, pse jo, unë e baj me qep. Amo kjo është edhe një proces shumë i kadalshëm, sepse jeta të mëson vetë. Po. Unë kisha nis tikun para 10 viteve të lexoja libra për mental health, të merrem pak me mendimet e mia shëndetshme, sepse edhe mu më kaplojnë ato mendimet cilat ka i herë mendoj se po gjithmonë them kjo është vetëm një ditë e keqe, jo një jetë e keqe. Shkojmë flajmë, nesër çomi edhe jeta vazhdon më ka një dhurat. Po. E kem dhurat, 100 vjet kina mi bë, inshallah, po amon e prit çdo ditë se dua të xherrit më të mirën pisojna. A ka diçka, si e motivon ti veten? A ki ndonjë teknik ose ndonjë ritual, për shembull, se si e motivon ti veten edhe si mbushesh ti me energji? Ndonjëherë kur jam sepse gjatë punës tonë na bjen mu taku me njerëz shumë të shumë. Do të thonë edhe ato energjia ti merr. Po. I një farë mënyre si bashkëpunëtor aty hish në jetën e tyne, në ato problemet e tyne, edhe mund ndohesh t'ju ndihmosh. Atëne kur shkoj të shtëpia dhe jam shumë e lodhme, për mua është mbi gjithë atë ai motivimi kur ta shoh djalin, them është gjithë shkaja të jam një model i bukur për ta. Po. Se besojnë ata se djalët e zgjedhin një farë mënyre bashkëshorten, pak si figur të nanës. Edhe tash e kam vetëm një djalë dhe dua të po Djali është sa vjeç? I ban 8 vjet tash. Edhe për mua kjo është një proces shumë interesant. Atë në mbrëmje kam qef me lexu diçka çka ma shkput pak trunin pri pritshmërisë. Duhet më shkput trunin diçka shumë e vlefshme cilën unë nana dhe mendoj. Kam qef me lexu si notë shkurta, diçka që kam në nana dhe mendoj tham, okay, me të vërtetë kështu është. Okay. Me të vërtetë janë disa sene të vogla të cilat ndihmojnë ditë për ditë përpara. Po, është shumë e vërtetë, me gjana të vogla ne mundemi shumë me ndryshu perspektiven për jetën. Jo çdo herë duhet me prit diçka me ndodh shumë e madhe për me qenë falenderues ndoshta për ato që e kemi. Si hyret në këtë botën e bizniseve pastaj këtu në Zvicër? Unë them drejtën nuk di ndryshe. Okej. Na jemi gjithmonë E ke me të lindur, e ke nga familja apo? ti pri Okej. fare pri familjes. Baba ishte gjithmonë
Me çka janë marrë prindrit e tu? Argjentari, Argjentari. gastronomi. Aha. Do më thonë kanë pas bizneset veta. I rriti me qatë frymëze. S'kam po kur kanë të punë. Sa mirë është. Po, edhe, po është e ka dhe të mirën edhe të keqen e saj, na? Do më thonë, në manë si je shumë ma stabil, kur ta kini rokë të mirë, edhe që i pritë senet fut mujtë ashtu që s'janë, edhe atëne i banë lugarit vetë, po? Kur t'je entrepreneur edhe punon për vetën, aty nuk e din kur se cili mujtë që është po delë. Po. Ashtu është. Kështu se, po, kjo ka një pësimi jetës shumë, si tash më ka shërby jeta jeme në Hungari shumë për jetesën në Zvicër, edhe i kisha të para po me ato që ka nuk dojsha. Okej. I kisha, edhe ato si kam bëkur. Çka do më thonë kjo tamam? Taman, për dika nuk kam punu. Okej. Dhe më thonë edhe kur kam marrë të familja, unë e kam marrë të familja burit. Po. E kam marrë ata, po vazhdon biznesi familjar. Okej. Unë jam pjesë e kësoj familje, edhe në këtë familje, unë jam një pjesëtar cili ep diçka ma tepër. Për më kanë kjo. Ti ki qef me qenë atë rolin e udhëheqësës. A është kështu? Nështë. Po është edhe normal, kurse ka dëshirë është në fakt vetë mbarë sa është vetë besimi, sepse kur ke vetë besim normal se automatikisht vjen kjo ndjesia se don me udhëheq. Sa më madh vetë besimi, aq më lart e shef njeriu vetën. Si tash edhe është domosdoshme çfarë njerëz po të përkrahin. Po. Se kur të shtypin njerëzit, ti badjava ki vetë besim. A ke pas përkrahje gjithmonë për njerëzve? Prej familjarëve tu? Në të dy anët, familja jote, familja burrit. Për kiton jam njeriu më me pak, më me thonë. Shumë mirë. Po shumë e rëndësishme me të përkrah dikush. Po. Jashtëzakonisht, më me thonë, kisha dalë për një familje të bekuar, sepse më kishin... A mendon që e ke tërheq vet? A mendon që e ke tërheq vet? Unë e disha se shka du. E ke di çka ke du? Do më thonë ke qenë gjithmonë e qartë në ondrat e tua. Ashtu zotit e njerëzit mrekullushu. Po sepse isha edhe una ajo cila e dho këtë mendim edhe këtë. Sa beson ti në ondrat e tua, në qëllimet e tua? Shumë. Si tash, unë i kam realizu. Halo kam, shumë, po gjithat kanë ardhë, po kur atë në kur i kam dasht. Po. Gjithmonë kanë ardhë me vite në diferencë. 3 vite, 4 vite diferencë, po kanë ardhë. Kam ri. I shkrysha rogën, sa du m'ja dhonë veti. Okej. Edhe gjithmonë e rriti, për çdo vjet. E ke bo këta me vedije këtë shkrinimin, apo thjesht ka ardhë kështu si kur... E kam një notis, kur jam konë 15 vjeqe, edhe kam shkru idejat. Edhe ne aty në Hungari, për shembull, kur dami, kena një libër edhe ja dhojna gjithmonë ato në vetë shkollë, si kena, dhe gjithë se cili shkruan diçka për me turu diçka në të ardhmen, ku dorë ty me të pa. Kur të ndroni shoqni, kur largu... Shoqnia, po. Okej. Edhe ka një foto aty edhe shkruajmë një mendim. Se që kim përjetu tash gjimnazin, aty në shkollën mandej, edhe i kisha aty do, dhe unë i kisha shkru me vitet, kur kam u martu. Vërtet? Po, i kam zemrat. Po ti kisha shkru atë dëfet. A mu emrin se ki dita? Jo. Sa interesant. Po, unë jetoj shumë me vedije. Shumë mirë. Unë jetoj shumë me vedije, sepse me të vërtet të shokit jetë shumë dhurat. Po. A shumë gjëna mos ta shijojmë në atë mënyrë si që është. A kishe mujtë mi të regu publiku diçka konkret si me besu ma shumë në ondrat e tyne? Çka duhet mas shumë ti? Në thojza, apo si... Unë e thomë çdo herë durimi është diçka shumë e rëndësishme kur dojmë me arrit qëllimet e tona. A kishe pas ti edhe diçka me shtu këtu me i tregu publiku se çka është më e rëndësishmja? Ndoshta pjesa kryesore Për me rrit besimin, do më thonë, ndaj dëshirave, ndaj realizimeve dëshirave. Si tash nështë për diqëmëria na mbyll pak të dyrë, sepse do njëherë me të vërtet shkojnë senet shumë në rrugën e jo drejt. Po. Emocionet e ndryshme, ndoshta edhe ato lidhjet mrena familjes, qa do tjetë ajo martesor me thmi, me familjar, pa marrë parasysh, ato ka herë kur ty të marrin për my veti, ti nuk nalesh me mendu vetën atë minut, me thonë, qa është qëllimi jem, qka du në pëmë, posa të për gjithë diti ti marrë që të probleme me veti, edhe një farë mënyrë kur si ti zgjidh. Po. E unë gjithmonë thamë, unë kam qef çdo problem me zgjedh. Jam ai personi edhe me Arnoldin ne kishim gjithmonë atë edhe në fillimet e tona kur unë jam ai njeri cili du me ditë mu shpjegu, shpjegu mendimin tem, edhe
E don komunikimin e qartë, domethënë. Sidomos me ato njerëz me kanë bashkëton ti duhesh me ditë se je e kuptume. Po. Jam të ta kuptu mendjen, jam të ta kuptu gjendjen. Po. Edhe tham shpresoj që janë nisë të ndryshu pak këtë tendencë në familja shqiptare, sepse nuk nalmi me ndigju njëri tjetrin. Jo. Veç me ndigju pak, me kuptu atë thellësisht mendimin se qa tu dosh me thonë, pse është kaq nervoz? Po. Ku është ai thelbi, ati dhimbje dikon? Ondrat, kejt kina ondra. Si të thash, unë kur e shisha burrin tem tu luftu ditën natë, Po. jashtë mase, kur e shisha në treninga, thusha qa të bo ky njeri me trupin e vet. Për shka? Edhe atën ti e shohësh atë ondrën për shka. Po. Ti e dish se për shka. Edhe atën edhe unë jam ajo që dhe tham, hej, s'është e mundshme diçka shka nuk e ka atë fundin e realizueshme. Po. Unë e mendoj se nëse truni e ka kriju, nuk ka dorë kom se nuk e bojnë gjallshme ata. Nëse e ki kriju një herë në tru, gjitha duhet bëhen. Në tjetrën anë, e kam një rol model të jashtëzakonshëm para vetit. Okej. Është gjyshja. Gjyshja. Po. Është gjyshja e ndëgjallë? Jo. Jo, gjyshja ka vdek para 2 vite, edhe për mua ajo ka qenë, muj me thonë të dy gjyshet, po me gjyshen që kam jetu është ajo gjyshja cila ka përjetu gjërat më të këqija të jetës saj. Do të thonë kam jetë vejush 32 vjeçe, ka pas 3 qika, një djalë, e baba jam ma ka një falun, ja ka fal ku natës, se hajtë se baj une. Dhe më thonë e ka po djallë... Në atë kohë si që i kanë folë. Ka po djallin të rrit, po djalli kur si ka thonë nanë. Atën i ka vdek edhe qika 18 vjeç, po kjo kur s'ka hek dorë për fëmijëve të vet. Kishin ardhur vllaznit me marr, edhe kjo ka thonë, une ma përpara i shërbej fëmijën e mi, se sa ja shërbej një burr tjetër. Sot. E kjo për mua është një legjend. Një legjend në vetë. Do më thonë, po, gjatë jetës saj, sytë e saj janë konë plot jetë, plot dashni. Edhe pse ka përjetuar aq raste të rënda. Pa asnjë pikë viktimizimi. Kur nuk i përmend këto sene. Qysh ka me vetëm. A foton e gjyshit gjithkun e merr ke me veti. Foton e gjyshit e keq gjithkun për ta që me pas me veti. Domethënë çash kish nejt besnike, çash kish nejt e adhurueshme për burrin e saj, cilin e kish përjetuar në 70 vjet. Se për mua kjo është sukses në veti. Sigurisht po. Na mujna me thonë gjithçka është sukses. Edhe kjo është forcë. Se si kryesor, ta shoh se gjyshja i bani 96 vite. Kish jetu... Prap, ka jetuar që? Kish jetu, do të thonë, 50 sa vite, edhe... Me gjitha ato dhimbje që i ka pas, prap e ka gjetë forcën. Sytë e sajna janë konë plot jetë. Edhe në këtë jetë, gjithmonë kur i kam ato ditë të këqijat mija, tham po, unë nuk më me krahasu jetën teme me jetën e gjyshës teme, apo? Jo. Atë në gjithmonë tham, hej, sa me fat jam mëne. Do më thonë që të mijat krejt problemet, sa do të sit janë, këtë zgjidhen. Sajna nuk janë zgjidh kur. Edhe prapë si prapë ka jetu sa ka jetu edhe shumë me plot mendjet pastër edhe të shëndetshme. Ekstrem, ti e paske vërtet, jo fatin, po e paske pas vërtet një shtyllë të madhe me marë si shembull edhe me integru qëta në jetën tonë. Sa është e rëndësishme kur kemi në një stil në jetën tonë që jo që kanë ndikim vetëm në jetës të tyre, po edhe me forcën e tyre ju japin forcë edhe të tjerëve. Është e hapësueshme. Na folëm pak më herët, tregove që ti e ke pas një online shop, pos kësaj çka posedon, domethënë çfarë biznesesh keni ju bashkë me Arnoldin? Ne me Arnoldin udhëheqjen e tankështjella, ne jena shpar partner me Avia Shop. Shpar partner është supermarket i ushqimores, ndoshta ka një që janë nga Zvicra? Shpar supermarket edhe Avia tankështjellet janë. Në Basel edhe në Baseland. Ato... Sa filiale i keni? 5. Po, kunati, kështu... Okej, bashkë. Do me thonë familjarisht i keni këtu pak a shumë, po se cilit vetat, po të gjithë përfshien biznese tila. Po. Si ju shkon udhëheqja, sa përballeni me sfida? Është e jashtëzakonshme, është një sfidë në veti për çdo ditë, si tash takohemi me njerëz shumë ndryshëm. Njerëz çdo njerëz që vjen me lyp punë është ka nevojë. Po. Keni shumë punëtor sa punëtor udhëheqni? Po. Unë në fakt i kam qëtash
30 punëtor me cilët unë merrna. Janë 2 tankështella tjera cilat unë nuk merrna. Okej. Po edhe ato janë, njëna është në menaxhimin ton, tjetra është partner me dikant tjetër. Edhe kunatit vetë na kemi mjaft. Mi një keq kështu familjarë sa janë nështë të bëhen 60 punëtor. Wow, Për- sa mirë. Për funa emni tem cilët unë jam Që për ti, tes, po. janë 30 vetë. 30 vjet. E si a del ti me 30 vjet me i menaxhu 30 vjet se ka njerë 3 vjet në shtëpi me i menaxhu nuk është lehtë e leje. Si thash, Po. ardhje vajtje, si thua, ajo se vinë edhe shkojnë. Dashuria për punën. E don punën që e bën? Po. E kam kriju një farë dashurie për punën, se nuk është, kur nuk jam sektorin e asaj drejtimi që unë kam kryu marketing management. Po. Edhe kur erdha këtu, thash, wow, isha tu në req një slog diamantat, Aha. edhe të nesrit kështë i palu patligjonat. E ç'është do kjo? Shumë interesant, ka shërby edhe kjo. Do thonë është shumë e rëndësishme me qenë njeri hapur për jetën, apo? Sa më të hapur qenë për jetën, aq më lehtë i pranojmë ndryshimet. Tu, po Dashuria. Po. Dashuria, shumë mirë. Po tash, pra, mu më pëlqen kjo shumë që kur shoh shqiptar që kanë përparu, kanë hec, kanë hap biznese të tilla, më pëlqen jashtë mos, unë personalisht me familjen time kem dëshirë për krah këta njerëz, edhe vetëm për një arsye, se ja kanë dalë edhe pse kanë qenë vendet huaja. Se ka dhe prej atyre njerëzve që kanë frikë, nuk fillojnë aska dhe janë mbyllin dyert vetes duke thonë se jam këtë shtet, nuk mundem, duke i fajsu tjerët. Çka kishe pas ti me shtu këtu për shembull që ose ndoshta më ju thonë këtyre njerëzve që kur mos i fajsoni ti tjerë se gjithçka mbaret prej vetë neve. Si a dolet ju me fillu bizneset e tilla? Do më thonë si ka qenë fillimi i këtij drejtimi? Drejtimi sot është drejtimi cilin e ka marrë hapin Kunati. Apo kush e pat këtë ide? Do më thonë ai. Vllau i Arnoldit, ajo është që 20 vite me shparin partner, edhe mjaft i suksesshëm. Ai tashti importon gjëra për Shqipëri, për Kosovë, edhe suksesi tina të në normal se edhe mu murë me veti, sepse unë isha e njeri cila kisha ardhë për një biznesi familjar. Po. Besoj shumë në ta se nuk ka gjashka nuk mësohet. Nuk është asë një send sot ti nuk mundesh me mësu. Po. Ekziston ajo metodë që ti nuk e mëson sot me ba. Do më thonë që ato vite se tash kur kam mëri, i kam po ti hek patligjonat e kështë jeti në rejsh, thosha ku kam më shërby mu kjo. Po. Se unë menoj edhe me atë ide, si tash shumë e vetë jam në momentin kur çdo send se e baj e di se më shërben për diçka. Po. Edhe nëse është pak sakrifikuese, me mundi, e di se kam më shërby dikun. Do më thonë është një proces cili mua të më pru diçka për para. Po. Edhe ai e ka nisë biznes, dhe kur ndodhi korona, ne kishim shkollën e Arnoldit, ne aty kena jugend për 3, për 10 vjetër, do më thonë, ma i rivi është 6 vjetë se kishar me ushtru, ma i vjetëri është konë 70 vjetë. Do më thonë shkollë boksit apo? Po, edhe ata... Edhe ato a keni plus? Edhe kena alo që 10 vite, në aty... Okej, na tregon tani pak edhe për ato? Do më thonë, pri Kunatit, atë ne kur ndodhi korona u dashtë më mbyll krejt, po do më thonë qonat ishin qelë, Po. dhe folio me Kunatin e tham ne duhem të kem diçka patjetër ma stabile se që ndodh diçka kështu dhe ty të mbyllën dyrt. Po. Dhe ti mundesh më konë sa do i sukses shumë në ato pare nisin të usos. Atë në Kunatin atë se do të vinë tankështellat dhe ato bujna mi këqyr mi zgjedh dikon dhe me nashta me bana një për veti. Si filloi ky procesi? Fillut ju vetë me u interesu apo ju erdhën mundësit kështu pak a shumë që Kam drejt, kapet? Arnoldin e kanë shparja konë si hap sponsori Arnoldit. Të më thonë ato atëne na kur murën vesh se dojna me hi edhe na në këtë biznes na ufrun, disa pika, edhe na zgjedhëm një. Okej. Dhe kur e zgjedhëm një, ja fillum aty dhe unë ja fillova aty si vetëm se Arnoldi isha lo shumë aktiv me boksin. Shans nuk ish me më ndihmu diçka. Edhe i vetmja
mundësi e ndime si shkunati. Okej. Ata ishi vetë me njerit si unë mu isha me thirë dhe me vetë si t'ja bajnë, po tankshtellat kanë diferencë me një supermarket. Po. Do më thonë është një diferencë shumë edhe kina 365 ditë qelë, në Po. kursin am shelë. Duhen më funksionu gjithmonë. Çdo sens se ndodh aty, Po. një eksplodim më ndodh është përgjësia jeme. Po. Edhe isha të mendu si sa herë ata bajem së të vajnë. Dhe para një vitit erdha ajo shonca, hajtë ta çvorojmë pak. A mendon se edhe pjesa e rrezikimit duhet me qenë Po, patjetër, me qenë rrezikant? unë jam shumë rrezikante, gjithka. Po mos nuk nuk është problem ajo. Po. Shtyrim tjetrën, vazhdojmë, po për çfarë? Vetëm ç'a mundet më ndodh përveç se të dikush ju? Çka mundet më ndodh përveç se të nuk ka të funksionu? Po. E bëj të funksionueshme atë ne. Edhe suksesin veti nuk marret në ata, si kisha lexuar dikun, suksesi shpejt krijon vetëm ego. Unë nuk e du suksesin e shpejt. Po. Absolutisht nuk e du suksesin e shpejt. Vërtet. Unë e du suksesin e kadalshëm, cili mu ma krijon kadalshëm veterin atë në aty. Po. Nuk e du ata të shpejtën. Ko këtu mjaft, edhe veni, Zvicra, po nëse Zvicra nuk ta plotson ty mundësin, kush po ta mundsojsh këtë? Po. Këtu i ki gjitha mundësiat për më koni suksesshëm. Po. Shparit i 2 rroga dhe qele diçka tonën. E vërtet. Shumë e vërtet. Tu mungon. Unë mendoj se në Zvicër, edhe unë e them kështu, këtu i ke gjitha mundësit, askush nuk të pengon. Varet vetëm sa ide kiti dhe sa rrezikant që je. Edhe normal vetbesimi është natyrisht se shumë e rëndësishme. Po çka thuti, çka ju thu këtyre njerëzve për shembull se justifikimi më i madh është që njerëzit presin me bo pare për me fillu një puna. Do të mi pas pare të gatshme apo mundë me startu edhe thjesht pa para? Munesh me startu për para. Munesh. E keni bo ju në këtë mënyrë, megjithse Arnoldi ka qenë domethënë mjaft i suksesshëm, po që mundë domethënë se vërtet është një justifikim shumë i madh që njerëzit presin të kenë parat mjaftueshme për me fillu një biznes. Kur E vërtet. mjaft të parja duhet me të shërby ty për me ta lecu jetën, po jo me ta ndryshu jetën. Po ta ndryshoj ke po bajshe ma pasunike dhe qa po ndodh ka të ne kimu po njeri maj mirë? Po. A të regon çfarë mendimi ki për para tani që Të rregull me para, po nuk e lo parja me mu theq, e mu theq unë ata. shumë mirë. Po. Shumë jam rrejt. Çka do me thonë kjo konkret për ty? Kriju në shoqërinë tonë, në shekullin 21 ti pa para nuk mundesh me bë kur një sen. Po. As një sen. Jo. Do më thonë edhe kur tu na me hangër bukë me familjen, nëse s'ki pas para me shtru një tabulinë sot, bukë e djathë e zemër, po, Po. lyp fëmija tjetër gjë, apo? Është e vërtet. Fëmijës nuk i intereson kur sa ki. Jo. Po. Parja është diçka Nuk është egoizëm, jo, me dasht me pas para. jo. Jo. Çdo njeri ju jepet mundësia me pas para. Po. Çdo njeri. Po, edhe para ka të mjaftueshme. Është ajo të lyp parën, domethënë edhe ai përfitoj ke çat para. Çdo njeri ju jepet mundësia me pas një para, në varet ti se çysh e shërbe, në atë mënyrë ku e çet atë, si perun. Po. Isha të fol një ditë me nonën teme dhe ajo kur një jetë nuk ka punu. Nuk ka punu për dikan. Po. O kon ndoshta ka punu më shumë ti. Po. Atë mënyrë Po e pamvarur, domethënë. po nuk edhe po më thotë se si ka shparit para, thash po kallzon çysh se unë jam të ditë më shparit. Edhe ishte më treguar se hey, çure, edhe nona e Arnoldit, edhe ta pet vesh tash po si keni rujt paret? Po. Çysh është e mundshme si ju keni pas paret gjithmonë, e s'keni punu kurrë. Okej. Kanë qenë frekuenca të larta. Sante. Dhe më thonë parë jam rrinë, kur E gjon rrugën. e runë, e mendon mirë, ku me qitë, po edhe shërbeje pak për mënyrat duhura. Po. Një mo aty Me mençuri. ku duhet, ose e pa ty ku duhet, kur Zoti ty ti ka falë dur të kamët, Po. ta ka falë edhe mundësin me bë parën. Po. Është e vërtet. Asu, unë për para jam, për mendimi tim, para nuk duhet mu kanë ankesa e kur gjojës. Po. Shumë mirë. Të më thonë ju keni mjaft punëtor. Këta punëtora janë më shumë, keni më shumë shqiptar, apo janë kështu Kemi shqiptar, përgjithshëm? kemi shqiptar, Sepse Tran, Roman, Francez, po, se nejna aty pak në Drejland e kë, të më thonë për Francë për Gjermania vinë grenzgänger të na shumë punu, edhe po. Pos kësaj, do më thonë, këtyre tankështellave që ta të shparë, supermarketin që e keni, i cek edhe 2 shkolla, do më thonë, Arnoldi ka shkollë boksit, pastaj edhe një shkollë tjetër tha që
diçka me social, me A nuk të leret me Jugendschutz dhe Jugendsozialamt, të më thonë ato ja qojnë atina thmin cilët janë me një gjendje jo të mirë, Okej. nuk i kanë prindit, janë hajm, nuk i përkran kërkosh, dalin pri burgit, 3, 17-18 vjeç, Okej. dhe anë dhe i trenerat ato, Ah. edhe ju eb coaching, atë ne ju lypim lerë shtelle, Wow. po, edhe tash ti pri disa prismive që ti ka marrë në këtë mënyrë, ato sot kanë hijan ba në Swiss Boxing, marrin pjesë në përgara. Dhe më thonë, e kanë realizu një pikë tjetës, sport janë gjëja ma evidente për fëmin tonë, për mi u shmangë qëtu sene tjera shka janë. Dhe më thonë, ne duhemi mi orientu pak a shumë fëmijë. Keni edhe fëmijë shqiptar që janë? Shumë. Që do më thonë me çfarë probleme? Problemet familjare janë të jashtëzakonshme, do më thonë dalin pi shtëpia me 15-16 vjeç, e hupin orientimin, e lajnë shkollën. Çka mendon ti, çka është arsyeja më e madhe pse munden me arrit fëmijë deri në fleq? Prindit nuk janë prezent në jetën e fëmijëve tyre. Janë të shtëpia, por nuk janë aty, nuk e dinë çfarë të ndodhur aty. A kishe pas diçka ndonjë këshill këtu për njerëzit më u thonë se duke përjetu vetë kësi gjana, do më thonë, e shef se sa viktimizohet një fëmijë. Kishe pas një këshill? Unë që na, unë e kam djalin 8 vjeç dhe për çdo ditë munduam të jam një nane mirë për ta, po s'ka nanë të keqe, nuk ka nanë të keqe, nuk ka ajo keqe për atë fëmijë, ai fëmijë vetëm dashni don për asoj nane. Po, edhe ajo nanë se hek dorë për fëmijë, ajo për mua është absurde. Në farë mënyre, sa do e suksesshme se t'jena, po, në fund fundit Zoti na ka kriju për me kriju jetën. Po. Edhe kur ti e mohon këtë drejt, që ta ka dhënë Zoti, kjo është për mua pa precedente. Unë e thëmë abuzim, është një lloj abuzim ndaj krijesës madhe. Dhe këto fëmijë fatkeqësisht nuk e përjetojnë dashninë familjare, nuk e përjetojnë ndihmën, nuk e përjetojnë një farë mënyre, na të duhesh veç me ta dhënë dikush dorën e me thonë këtu jam. Po. E kalojmë bashk. Qyrim një mundësi tjetër, qyrim një shkollë tjetër, qyrim diçka tjetër. Kjo Zvicra i mundson këtu sene. Edhe unë kam edhe zonce. Edhe është shumë interesante, 2 gjëra veç dua t'i them, është një djalë është prej Sri Lankës. Ai me 16 vjet ka dalë për shtëpia. Nona ka kriju familje tjetër, baba ka kriju familje tjetër, edhe ka i herë thirrën telefon. Edhe kisha arte unë për me vazhdu shkollën se e kishin nxjerr pi Migrosit. Dhe unë i kisha thonë, prapë që shkojt, se kam pas shumë probleme me ta, kam thonë, unë s'kam e hek dorë për teja. Okej. Të më thonë ti ki një shpirt madh pos punës që e bën, edhe ndihmon shumë njerëz. Si ki me kry. Nëse diçka muj me zonë une, sepse neve na pagon shteti si kena këto fëmijë aty. Unë gratis e kam, vetëm se duhet me eduru, se nuk vjen punë, nuk paraqitet, po ish shumë i mirë në shkollë. Edhe tash atë e kry. Po, tash atë e marr, lerë, dhe për mu kjo është një mjatë sukses. Tash e kam një djalë prej Afganistanit, ai ka dalë me 14 vjet, ka hetë 7 vjet kom. 14 vjet? Po. 7 vjet në kom. Afganistanit, qatë luftës, do më thonë ai shkollë sa kanë kur, ka nejtë në Serbi, ka nejtë në beton ka flejt, dimen krejt. Do më thonë prej Afganistanit ai ka orë në Zvicër? Po, i Afganistanit 7 vjet i kanë nevojisht për me më rri në Zvicër. Dhe kur kam rri në Zvicër, e kanë qitë me shkru emnin edhe ai s'ka ditë me shkru emnin. Do më thonë, as i kanë joftë kjerë. Ka flejt ai rrugë? 14 vjeç vetëm? Fëmi. I ka nënëtor familje. Çka ka ndodhur me flejtën atje? Do më thonë, ky kalon prind atje dhe unë nis marr vetëm Zvicër. Ke ka nis çështu. Atje ti nuk je fëmijë, atje ti je një individ që duhesh me gjajt rrugë. Hen luftë, vazhdon luftën, merr pjesë në diçka, në kriminalitet, diçka, po ti vazhdon rrugën. Ky ja ka nis, me hec, kam rrinë në Serbi kam e 2 vjet edhe kaq. Dhe kur po më thot nuk kam ditë me shkru emnin, dhe Zvicra ja kish mundsu, mrena 2 viteve, me shkru, me lexu, me ditë që mi bë plus me janis një lerë. E tash të bë 2 vjeçor lerë, edhe është na. E sa vjeçor është tani? Tash është 22. Wow, ai pas ka vërtet një histori të madhe për me të. Edhe për mua gjoni punon e moni komplet dugojnë veti. Din perfekt gjermanisht,
shpejt. Sa bukur e. Çka do të thonë kur është dëshira e madhe ja del 7 vite ka udhëtuar në kom. Fëmijë. Para më ndodh fëmija 14 vjeç tash më kanë diku na për botë. Kom. E pa besueshme. O, njerëz dashur, unë s'di çka më thonë vetëm se ti duam njerëz që janë të suksesshëm si zonja Marta, për shembull Arnold Gjergjaj, burri i saj, çka kanë arrit me sukseset e tyre. Jo vetëm që kanë siguru jetën e tyre, po ndihmojnë njerëz të shumë të mënyra të ndryshme. Unë e them kjo është një pikë, një shembull mjaft i mirë dhe i fuqishëm sepse nuk duhet i xhelozojmë njerëz. Përkundrazi njerëzit që po përparojnë, që po hecin, që po korrin suksese, duhet kemi jashtëzakonisht respekt, pa marrë parasysh çfarë profesioni, me çka miremi, me rëndësi është që na këto njerëz ti përkrojmë dhe ti duam, kujdesemi mirë për ta, sepse pra jo vetëm që i ndihmojnë vetes, po ndihmojnë me shumë njerëz edhe sinqerisht shumë respekt. Për ty edhe për Arnoldin, unë se njoh personalisht, po shumë bukur, më vjen shumë mirë. A kishe pas diçka me shtu për publikun? S'di, çfarë ta di aty. Vjen shumë mirë se kesh prezant, faleminderit. Para se ta përmbyllim, edhe njëherë du më ardhë të ajo pjesa ku the e ke shkruar dëshirën edhe rrogën sa do me marrë. Si ka funksionu kjo? Për zë vjet ja shtoj një 0. Apo, edhe i ke arrit? Jo. Hala ka shumë përpara. Po, 0 ato vinë të shtu, po do më thonë, ti arrit shumë. Çka ka pas përpara? Po ti i ke arrit, ato që i ke shkru shumë për tyne i ke arrit. Okej, vetëm duke i shkru edhe... E kam është taj vizionin në veti, ti din ku do në më arrit. Po si tash, unë nuk më shërben mu parja, unë dua me shërben. Në atë mënyrë nuk dua, unë të jam e kufizume për pares. Jo. E robruar nga paroj. Jo, heq, shumë mirë jetoj edhe me shumë pak pare. Shumë mirë. Okej, a është kjo për shembull, a është kjo një arsye se sa më shumë arsye, po mendoj. Ajo pika kryesore që sa më shumë që jetoj momentin, e dua momentin, aq më shumë edhe të rejtin para. Jepet shumë, po. Të vinë mundësit. Po, shumë. S'kam diçysh të voglen kur nuk e mendoj kur mënesh me pas edhe të madhen. Atë mënyrë kur ti e punon për ata, e shërbyn ata. Kur nuk e ki mendimin e keq mrapa, gjitha këtu në rrugtime, do të vjen ajo. Parja shkon te parja, po. Paka shumë edhe ti si të runë, nëse nuk e mana, që nuk kam të ardhë s'ma. Sigurisht. Ama, jo bre, nuk është parja gjithë të shkan këtë. Është taj momenti kur ti e shion familjen tonë të shëndetshme edhe atë moment se me vetdije i te për jetu. Po. Që aty shku jeta shumë shpejt. Shumë, për zotin. Para se ta përmbyllim Marte, një mesazh ndoshta njëherë special për nonat, se si mund të ja dalim pa gjetur justifikimet ndryshme. Ndoshta një inspirim nga ti, ndoshta ti frymëzosh pak nonat ose ti motivosh ato. Sepse mendoj se ka mjaft gra dhe nona që gjejnë justifikime, jo s'mundem ta bëj këtë, jo s'mundem ta bëj atë, për shkak të fëmijëve, ose ndoshta edhe për shkak të financave, se s'din. Ti e tregove edhe një rast shumë bukur të një none, një gruaje që the ka pastruar me vite dhe tani udhëheq gati se filialen tënde. Ndoshta mundesh pak me tregu që të pjesën pëlqej shumë, është mjaft inspiruese për dikën që mendon se nuk di ka t'ja nisë dhe ja kufizon vetes gjitha mënyrat për me mujt me ndryshu diçka në jetën e vet. Do shta në pika shkurta pak këtë tregimin e kësaj gruajes? Është shumë interesant, si të thamë, dhanë diçka mesazh shumë të fortë, është për mua pak e vështirë sepse unë jam shumë e re, kam vetëm një djalë. Po. Edhe ka shumë nona të forta, të suksesshme. Edhe respekti ndaj tyne është më i madh kur ti ke 3-4 fëmijë dhe i të xher më të mirën për vetes për mi rrit edhe e sakrifikon çdo ditë tonën për mirëqenien e tyne. Po. Ato kanë shumë më shumë për me dhënë se sa unë në këtë mënyrë. Por mund të them se gjatë këtij rrugtimit tim po takuam me shumë gra, të cilat janë këtu në Zvicër dhe e jetojnë jetën në vështirësitë e tyne, po ndoshta mi pa e kallzojnë një komplet tjetër pasqyrë. Po. Edhe për mua kjo është pak si e rrejshme,
duhet më konë shumë transparent edhe me vetë vetën edhe me tregu të vërtetën se ku je edhe çfarë don me arrit. Kisha taku tash ajo është punonte unë edhe jam shumë e patë se e kam. Ajo ka pastru gjatë jetës saj, edhe gjithmonë thot Marta e kam parasysh dhe vetëm me një kofë edhe me shkallë, se gjithmonë të shku baushtel mas bauhtele të la, të fshi, të pastru, se vetëm kështu mu isha me arrit sigurimin e fëmijëve buke. Dhe kur erdhte unë, ti hajde te une, se ke jo, qysh unë s'kam përdor kur kasën, nuk di tekniken, qysh shkon këtu çapa, thoshe nuk ka as një sens çka nuk mësohet. Edhe unë e kam mësuar, as unë se kam ditë. Kime mësu. Dhe ka ardhur një muj ditë ka punu te njëna filiale, gratis, ka 2-3 orë, qysh u ka nevojë, e kish mësu krejt sistemin, dhe unë e kam çu te një filiale tjetër cila halo nuk ishe jona. Dhe ajo aty ka fillu. Dhe më thonë, kër e murëm në filialen, unë e mura ata si punëtore, kryesore, sot është 100%, e qelem dugojen komplet vetëm, si një filiale ajtë. Shumë. Dhe më thonë, nuk ka asë një sen, shka nuk mësohet, nuk arrihet, me pak vetë besim. Tash ai sekretin për gjithat, unë jam si ta shumë e rej për me dhonë diçka një farë fryme më speciale, kam shumë për me mësu halo për vetit, po vetëm nëse një grim, muj me dhonë një signal të gratë se qajo forë se kinë veti, ka me të shërby për të mirë nëse e dzerish, atë në mjafton për mu. Shumë mirë, më pëlqen jashtëzakonisht këto histori tilla, sepse jam mjaft frymëzuese dhe shumë mirë, shumë faleminderit Marte, vërtet u kënaqa, duke ndëgju historitë të tilla, janë frymëzuese çdo herë edhe për mua natyrisht, edhe besoj se edhe për publikun. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe të uroj shumë suksese pafund. Faleminderit. Gjithashtu shumë suksese dhe shpresoj t'ju dhonj sa më shumë mesazhe dhe gratë tilla dhe çdo njeri ta gjon pak a shumë veten. Një grim frymëzim për ndryshim të vogël. Shumë faleminderit. Faleminderit. Miq të dashur, erdhëm edhe në fund të këtij podcasti. Unë po e përmbyll edhe për sonte me një fjali, mbajeni mend, duajeni veten pra dhe thjesht besoni në ëndrat e juaja. Miru pafshim dhe shihemi në podcastin e radhës.